Po ndiqni breaking, jemi në një transmetim të drejt për drejt. Është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare, ish kryeministri i Kosovës, Bujar Bukoshi, mësohet se vuante nga një sëmundje e rëndë. Konsiderohet Bukoshi si një nga figurat politike më të rëndësishme të Kosovës gjatë viteve 90 dhe ish kryeministër i qeverisë së Kosovës. Do të shkojmë në një lidhje direkte me deputetin Hisem Berisha për të diskutuar mbi kontributin e zotit Bukoshi, por sigurisht edhe për krizën politike që tashmë ka përfshirë prej muajsh Kosovën. Zoti Berisha, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe ju për interesimin. Do të ndjekim shkurtimisht një material në lidhje me aktivitetin, jetën e të ndjerit Bukoshi dhe më pas kthehemi në studio. Pas një betejë të gjatë me një sëmundje të rëndë shëndetësore, ka ndërruar jetë këtë të martë në moshën 78 vjeçare, ish kryeministri në ekzil i Kosovës, Bujar Bukoshi. Ai ishte një nga figurat më të njohura të skenës politike dhe shëndetësore të Kosovës. Bukoshi ishte ndër themeluesit e institucioneve paralele shqiptare gjatë viteve 90 dhe një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të presidentit historik Ibrahim Rugova. Ai u emërua kryeministri i qeverisë së Kosovës në ekzil pas shpalljes së Republikës së Kosovës më 1991 dhe për afro një dekadë punoi nga Gjermania për të sensibilizuar botën perëndimore për represionin serb në Kosovë. I lindur në 1947 në Suharek, ai përfundoi studimet e mjekësisë në Universitetin e Beogradit në vitin 1971, ndërsa u specializua në urologji në Prishtinë dhe Beograd më 1977. Pas luftës në Kosovë, ai drejtoi Unionin e Fondeve për Rindërtimin e Kosovës, përmes të cilit u rindërtuan shkolla, shtëpi dhe projekte kulturore në vend. Më pas shërbeu si deputet, ministër i shëndetësisë dhe së vendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, duke kontribuar në reforma në shëndetësi dhe mirëqenie sociale. Zoti Berisha, si e vlerësoni kontributin e të ndjerit Bukoshi në vitet 90, sidomos në ndërtimin e institucioneve paralele dhe përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare? Tani, në rënd parë gjej rastin që të ngushtoj familjen, vllajzat e tij, nipat, mbesat, bashkëpunëtorët e tij, bashkëveprimtarët e kohës, zoti Bukoshi tani me ndjerë dhe shumë personalitete, presidenti Rugova, personalitete që edhe sot janë gjallë, kanë rrugtuar bashkë me procesin e politikë të ndërtimit të identitetit dhe shtetit të Kosovës. Vitet 90 kanë qenë vitet sfidave të mëdha që kemë pas nga represionin rritje i regjimit serb dhe kohës së Miloševićit. Të 89 kemi edhe sinjalin e parë, dhe më thonë dalllyshet e para të pluralizmit në Kosovë, krijohet dia demokratike si një lëvizje kombëtare për masat një partije, sepse ka qenë një popull i tërë i antarësuar dhe në vitin 90 dini ishte deklarata e pavarësisë së dy korrikut, e cila ishte një shkëndije parë e atij vizionit tonë për të qenë shteti i pavarur sovran. Deri në atë kohë kishte shumë lëvizje që pretendonin Republikën e Kosovës barabartë brenda Jugosllavisë, forma tjera për ta gjetur formën me realizuar të drejtat shqiptar që ngelen nën okupimin e Jugosllavisë, dhe me dy korrike tutje dolin sipërfaqe ideja e madhe për Kosovën shteti i pavarur sovran, e që po luftonte pastaj në mes alternativa nëse do të mbetet edhe me teja Jugosllavia e ngrejnë artificiale, apo do të luftonin pastaj për idenë mbar kombëtare që është bashkimi kombëtar. Mirë po, në këto dy ekstreme, përcaktimi ynë ishte edhe rrethonat politike imponuan përcaktimin për Kosovën shtet pavarur sovran. Në vitin 91, siç e dini, pastaj ishte ai referendumi plebiscitar për të gjithë shqiptarët të përcaktuan për pavarësi, dhe në vitin 92 mbahen zgjedhjet e para të lira demokratike, por nën okupimin e gjithmonë Serbisë, okupim klasik, sepse në vitin 89 dhe shuhet autonomia e Kosovës, pra Kosova e humbet atë subjektivitet politik, kuptohet në dhunën e Serbisë, dhe krijojmë një identitet që ishte i kontestuar, ndoshta nuk ishte i njohur në aspektin formal, sepse nuk ishte një zhvillim institucional formal, por pranohej në botë një drejtë e shqiptarëve dhe bëhej një luftë për mbrojtjen e drejtave humanitare. Dhe nga viti 92 janë zgjedhjet e para parlamentare dhe zoti Bukoshi merr detyrën e kryeministrit në ekzil, e ka sqaruar edhe vetë në shumë prononcime me kërkesën e presidentit Rugova në atë botë, dhe ka udhëhequr qeverinë në ekzil. Tani mbi rolin e kësaj qeverie shqipe, ne kemi arritur atë periudhë të ndërtojmë një shtet paralel
në okupim. Do të thotë, nëse në qoftë se ata na nxorën nga shkollat, se shumë herë flitet për gjenocid në periudhën e luftës në Kosovë. Gjenocidi përkthehet zhdukje sistematike një populli. Tani, vitin 90 e tutje shënoi elementet e gjenocidit. Cilat janë ato? Përveç atyre planeve që ishin famkeqe prej Çubrulloviçit e Garashaninit deri te Çosiçi, tani filloi nxjerrja nga shkollat në të gjitha nivelet, nga fushnjorët që erdhën e deri në universitet u nxorëm jashtë shkollave. Ky është një element. Çfarë bëjmë ne me qeverinë paralele në atë kohë? Bëjmë shtëpi të shkolla. Pra sistemi arsimor nuk dështoi. Na mohuan të drejtën e mjekimit në ambulanta dhe spitalet të Kosovës. Dhe çfarë bëjmë? Ndërtuam shoqatën Nën Tereza dhe i ndërtuam ato lloj ambulanta e spitalet të improvizura në për gjithë Kosovën. Nxorën policinë dhe gjithë shqiptarët nga puna. Domethënë asnjë shqiptar përveç atyre që ishin lojal Serbisë ose ndonjë që kishte mbetur me detyrë ekth atje që dikur taktizuam se filluan bënd mençur, përndryshe të gjithë nxorën në rrugë. Atëherë filluan rregulluan çështjen sociale, familja ndihmon familjen dhe mbijetuam. Pastaj ndërtuam shtëpi të shkolla, shëndetësinë, sindikatën e policisë, sepse u nxor policia në rrugë dhe mbanin prap kontrollin në aspektin inteligjent të tjera, dhe u krijua edhe Ministria e Mbrojtjes dhe vazhdoi ta ruaj atë vazhdimsinë e mbajtjes në sistem të oficerëve ushtarë të Jugosllavisë. Ndërkohë, zoti Berisha, Kosova disa dekada më vonë është në kushte të tjera, është shtet i pavarur, megjithatë politikanët nuk arrin të konstituojnë kuvendin e të krijojnë institucionet, pavarësisht se zgjedhjet kanë përfunduar disa muaj. Tani, shife, në qoftë se atëherë kem gjetë forcë dhe moral për të bashkuar edhe përkundër ideve të ndryshme. Tani është një moment kur nuk po e gjejmë atë. Për ato çfarë se ishte fjalat e zotit Bukurshi, secilit historia do t'ja jep vendin dhe meritat e veta për atë çfarë ka bërë gjatë këtij rrugtimi politik shtetit Kosovës, edhe besoj edhe zotit Bukurshi do t'ja jep çmimin e vet, do t'ja jep meritat e veta. Ka gjithmonë mendime pro et kontra, por kjo është çështje e historisë, vlerësimi. Tani nuk është më të botë. Ajo çfarë është shqetësuese sot, mos gjetja një gjuhët përbashkë dhe mos gjetja një konsensusi brenda partive, një kompromisi për të tejkaluar këtë ngjarje, i cili nuk është i karakterit institucional veç dhe procedural. Por tani po vën pa dhe mungesën e një vullneti apo një mungesën e një ndërgjegje për ta respektuar votën e qytetarëve dhe rregullat kushtetuese të shtetit. Kur mungojnë institucionet, kur nuk ka një debat serioz mes partive politike, pastaj kur partitë nuk garojnë me ide dhe programe të qarta, atëherë çdo incident, çdo tension që krijohet, qoftë edhe artificial, ai po bëhet agjend e politika, domethënë agjend ditës. Çka është më rëndësi tani? Unë mendoj se është koha që pushteti që është në detyrë, edhe pse po keq përdorin, po marrin vendime që po destinojnë buxhete ku ta diun e emrojnë në propozita njerëz, takohen në aspekt ndërkombëtar dhe pretendojnë me kanalizu proceset politike në dialog e tjera, po i frigohen kontrollin. Pra është po duket si një lloj strategjie të qëllimshme për të mbajtur një qeveri pa kontroll dhe pa transparencë dhe kur s'ka pa një kuvend funksional të konstituar. Pra është një... Megjithatë, kjo situatë nuk mund të vazhdojë pavarësisht. 29 seanca të dështuara, ndërkohë që një ditë më parë presidentja dekretoi edhe datën për zgjedhjet vendore, atë të 12 tetorit. Pra në një situatë të tillë, kur ende s'po konstituohet kuvendi, nuk po krijohen institucionet e reja, sa i mundur do të jetë organizimi i procesit me standarde për zgjedhjet vendore? Fatkeqësisht ne edhe zgjedhjet e fundit që i patëm, po të referohen në raportit Komisionit Bashkimit Evropian, ato janë zgjedhje të kontestueshme, në rend parë sepse ka ndërhyrje jo vetëm që konstatoi kryeministri, por edhe ky komision mbikëqyrës se ka ndërhyrje nga Serbia. Këta shkojnë edhe më përtej, thonë ka edhe ndërhyrje nga SBA-ja, por ne këta shoh se një lëvizje apo një deklarim shumë të rrezikshëm edhe dëmshëm edhe nga ana e Komisionit Bashkimit Evropian, që besoj do të reagojë State Departmenti, sepse kjo është thjesht dhe vetëm një shërbim për të nxitur anti-amerikanizmin në Kosovë dhe në Evropë. Përndryshe SBA-t kur ndërhyjnë në një shtet, ai shtet do të jetë në krizë të madhe.
të humbjes të identitetit, siç është Kosova, e garantuar drejt për drejt nga vetë Shqipëria. Por ajo çfarë është më rëndësi. Tani po është dëmtuar në masë kredibiliteti demokratik i Kosovës. Pra, këtu ka nevojë për një stabilitet institucional, edhe të përballemi edhe me sfidat e brendshme, po edhe me ato të jashtme, siç janë dialogu, siguria brendshme, ekonomia, shumë të tjera. Pra, edhe kjo sjellje ka përçon një sinjal negativ edhe tek partnerët, por edhe tek vetë qytetarët. Ka një dëmtim në aspektin jashtëm, por edhe dëmtim të brendshme. Unë mendoj se është koha që t'ju thrastim ndërgjegjes të deputetëve, ata nuk janë peng të partive, pra ata së pari duhet ta shohin do të thotë dinitetin dhe guximin e vet që është që buron drejt për drejt nga vota e qytetarëve dhe zguxojnë të jenë pjesë të agjendave të njëanshme. Edhe këtë lloj pozicionimesh. Por në fakt janë dhe ndaj po këngul Albin Kurti për një votim të fshehtë për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetares së propozuar prej tij? Tani do ta bëjmë qartë dy tre gjëra që janë shumë të rëndësishme. Ju keni ndëgjuar tek thotë unë kam votat për kryeministë për qeverinë, por ju votojeni kryetarin e kuvendit. Ne si spektër politik kemi thënë se zonja nuk e ka integritetin e nevojshëm për ta bërë atë përgjegjësi. Tani unë po e them me plot përgjegjësi se ajo zonjë nuk e ka as identitetin, fatkeqësisht. Pse do thoni ju? Në qoftë se shefi i saj partisë po thotë, unë i kam votat për ta bërë qeverinë, në momentin që ju votoni kryetarin e kuvendit, atëherë po del se ai nuk po don me votu këtë. Dhe si ka mundësi që lejon kjo zonjë nëse ka integritet, nëse pas ka dignitet, që tallet me te për të verë në lojë emrin e saj për 30 herë apo 30 vazhdimi seancash. Edhe të bëhet pjesë të agjendave debateve publike, etiketimeve, kutativën e talleve të ndryshme. Çfarë nuk shkon me zonjën Haxhiu për të qenë në krye të kuvendit? Po shipe, na gjithë kemi një karrierë politike, kemi ecë bashkë me procesin politik Kosovës. Dhe zonja Haxhiu ka lënë një impresion jo të mirë se përket sjellje politike gjuhës dhe nuk mund ta lyjë rolin e faktorit unifikues sepse ajo nuk kryeson aty një grup parlamentar, por është i tërë kuvendi dhe është pozita e dytë pas presidentit. Në rast një vakancë luan edhe atë rol. Prandaj nuk e ka atë integritet, por shifet që s'ka dignitet. Çka është tjetër më rëndësi? Lojrat. Pra keni dyshime që nuk del dot mbi palët për të luajtur rolin e kryetares së kuvendit? Absolutisht jo. Shipe, unë po i përmend vetëm dy elemente të vogla. E mban në debat parlamentar, majnë mend kur është drejtu përmes me krejt grupit parlamentar, duhet ja ndalojmë me ligj të flisnin në kuvend. Domethënë kjo është një shprehje që as në regjimin totalitar të Enveros ka mujt me ndëgju. A ka një deputet, një figurë konsensuale që mund zgjedhë Albin Kurti dhe do ta kishit mbështetur qoftë ju, qoftë subjektet e tjera politike të opozitës? Po si ne e kemi bërë qartë. Vetëm deputetet që këto ministrat që i ke pasur qeveria nuk mund të jenë kandidat. Shtesë mund të jenë. Të gjithë janë në hetim të prokurorisë speciale, alias SPAK-ut tonë, t'juva atje. Për nivelin e lartë krimit organizuar të korrupsionit, cilin janë të involvuar me theks në rezervat shtetërore dhe në këtë mafin energjetike. Prandaj këta s'mund të jenë, të gjithë të tjerët janë potencialisht mundshëm. Por këmbgulja në këtë nuk është e rastit. Nga deklarimet e zotit Limaj para 4-5 ditësh, unë e kam bërë edhe publike në media, është lexuar në fjalorin e tij se këta po negociojnë për një marrëveshje për ta bërë qeveri. Dhe u përfol nga kuluar nga burime jo formale se Kurti ka ofruar 3 ministri, ai ka kërkuar 4, ose nëse s'mjet 4 atëherë më jep kryetarin e kuvendit, pra në këtë mes janë këtë vorbull po sillen dhe po rezulton se Kurti nuk i ka as votat për qeverinë, ka gënjur, përse po ti kishte do ja kish votuar kandidatën për kryetarin e kuvendit, por ai ka shfryzon këtë kohë, po krijon këtë status quo për ta kalkuluar mirë bërjen e qeverisë. Ju përmendet presidentën që ajo po çon tani një dekret atje një pretensë juridike në gjykatën kushtetuese dhe mirë po bën. Mirë po pas kaq muajsh, këto dash gjithë kjo kohë të lehtë kështu ngelsh edhe të krijohet gjithë kjo përplasje, gjithë ky tension në vend. Pra, kjo tregon. Po, zoti Berisha, janë 29 seanca të dështuara në kuvend për konstituimin. Dhe sa të tjera mund të ketë përpara se stafeta t'i kaloj partisë që u rankua e dyta në këto zgjedhje, PDK-s? Shqipe, ne nuk mund të him ende në ata fat. Këtu është problemi. Se ngërë që është zgjedhja e kryetarit. Dhe në momentin kur zgjidhet kryesia e kuvendit fillojnë afatet. Pa u zgjedhur kryesia e kuvendit, nuk ka afate. Mund zgjas sa të kenë ndërgjegje moral këta njerëz që kanë në dorë vendimarrjen. Po pas çfarë po du me vunë pa.
Presidentja që duhet të jetë mbi palë dhe është dashur ta shfrytëzojë kushtetutën si mekanizëm gjykatën kushtetuese për ta zgjidhur ngërçin, nuk e bëri për pothuajse për 4 muaj, 5. Pra kjo tregon se presidentja është në agjendën e njëjtë me Kurtin. Djallën i dëshmi. Në 2-3 javë të para pas zgjedhjeve ka qenë në media një takim i presidentes më të ngarkuar me punë në ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe doli në media se kjo është një dakordim që kjo të marrë dhe një mandat pas prillit vitit arshëm, me kusht që ta shtyllet dhe kënd futet në koalicionin me vetëvendosjen. Ndërkohë, zoti Abdi Gjiku kishte marrë qëndrim se ne nuk hyjmë koalicion, por i mbështesim të gjitha vendimet që duan 2/3, pra do ta ketë votën e partisë. E qartë, për shumicë të cilësuar, tjetër çështje. Mirë po, kjo beti prap peng, sepse u radikalizuan e qëndrimi, se do të thënte shumë LDK po të futen në koalicion tillë, se kjo i ka kushtuar edhe në në partinë e 4 atja 5 në cilën është. Prandaj, tani është po kalkulohet me zotin Limaj. Që do të thotë? Se kjo stog e vazhdimeve do të vazhdoj derisa Kurti t'i siguroj votat për qeverinë. Pse po kërkohet votimi i fshehtë? Me kushtetutën e Kosovës, le të thotë kush ka don, mund ta vjen edhe gjykata kushtetuese në vendim që të vetohet me vot fshehtë. Por me kushtetutën e Kosovës dhe rregullore, thuhet taksativisht, e kam diku këtu trujtur, thotë votimi në Kuvendin e Kosovës është me vot të hapur me dorë ose me mekanizmin teknologjinë që është në tavolinë e çdo deputeti. Identifikueshëm çdo deputet që jep votën. Po, në vlerësimin tuaj, ka bërë marrëveshje Kurti me deputet të opozitës, marrëveshje në nivel personal që kërkon votim të fshehtë? Absolutisht, problemi i votës të fshehtë, i votimit të fshehtë, anisa antikushtetues, e ka për qëllim që ta ketë votën e listës serbe, se nuk bën dot qeveri pa listën serbe ose pa ullë me partitë shqiptare me gjithë një kompromis me ta lidhur me konstituimin e institucioneve. Ky duke refuzuar partitë shqiptare ose duke refuzuar ato këtë, atëherë po provon votën e fshehtë sepse keni dëgjuar vetë zonjën Shvarc ka deklaruar në këtë kohë diçka se mund të rebelohen 4 deputet listës serbe dhe në mbrëmje të njëjtën deklaratë ka bërë edhe Vučići në Serbi. Një javë përpara kam thënë se do t'i kenë 3 votat serbe. Tani po a them nga burimet sigurta se ai do t'i ketë 6 vota, do t'i ketë edhe gjitha votat e listës serbe, sepse Albin Kurti në bazë të agjendës dhe sponsorëve politik ti duhet patjetër të jetë në krye të qeverisë që të implementojë obligimet që ka marrë nga marrëveshjet antikushtetuese, plani franko-gjerman dhe statuti për asociacionin që kanë me instalu një entitet 3 politik territorial në territorin e Kosovës. Pra vetë menaxhimin e komunave në shumicë serbe. Kjo është edhe arsyeja për gjithë këtë forcim për të qenë më domos në pushtet. Dhe nëse Kurti do të arrijë të krijojë qeverinë e re, a do ta bëjë asociacionin? Ende nuk e ka çuar këtë draft në gjykatën kushtetuese për të bërë kontrollin kushtetues. Ne deri tani është shmangur. Ne kemi pas rastin bisedojmë edhe para zgjedhjeve dhe unë e kam elaboruar në detaje se ka kalkuluar se kush po vjen në qeverinë SHBA. Dhe ndryshimet ideologjike atje do ta ndikojnë, afektojnë politikën tonë në domos. Dhe ky ka kalkuluar kjo shumë kështu me takt që të jetë prap në skenë politike dhe të përballet me detyrimin që ka. Ky është me agjendë që të implementojë ato detyrimet atyre 2 marrëveshje, planit franko-gjerman dhe statutit. Pse? Bezatë ky erdhi me atë ide. Ju nuk e di sa jeni qenë atë me siguri se po, kur ka ardhur në fushatën elektorale ka pas program dhe ofertë elektorale Republikën e 3 dhe reformimin e dialogut dhe marrëveshjeve. Qa bëri? Nga një marrëveshje all in one me njoje, solli këtë planin franko-gjerman me vetë menaxhimin si kategori brenda entitetit territorial politik brenda territorit Kosovës. Dhe me statutin e ri, alternativa re për asociacionin është statuti që promovon një autonomi territoriale, një njësi administrative territoriale që është paralele me qeverinë e Kosovës. Por gjithsesi, nuk e bën dot nëse gjykata kushtetuese nuk jep dakordsinë e saj. Jo, ka një diçka këtu. Nuk ka dy vendime për të njëjtën çështje. Gjykata kushtetuese e dha vendimin e saj në vitin 2015 me të marrëveshjen e parimeve. Por këtë draft nuk e ka shqyrtuar ende, zoti Berisha. Po ky draft nuk shkon në përshqyrtim, sepse i bie të zhvillohen të ketë 2 vendime gjykatës kushtetuese për të njëjtën çështje, që është asociacioni. Prandaj në marrëveshjen e parimeve 2015 thuhet
se statutin për stacionin mund ta shkruaj grupi serb, por duhet ta sjellë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Çfarë ndodhi me marrëveshjen planin franko-gjerman dhe aneksin e Ohrit? Statutin e shkroi grupi serb, por e dërgoi në Bashkimin Evropian. Nuk e solli në gjykatë kushtetuese. Pse? Sepse në marrëveshjen të Kurtit me Vučićin thuhet se kompetencën për të shqyrtuar implementimin e detyrimeve nga plani franko-gjerman e ka Bashkimi Evropian në pirbesim ndërmjet si Bashkimit Evropian, që tash duket është zonja Kallas. Pra, ky është dallimi mes marrëveshjes të përparshme dhe kësaj çfarë ka bërë Kurti. Tani gjykata kushtetuese, edhe nëse i shkon për validim po thuhet, do ta shqyrtoj procedurën a është në rregull, jo më përmbajtjen. E qartë. Sepse nuk mund të ketë dy vendime për një përmbajtje. E qartë, është një çështje e kaluar pra në vlerësimin tuaj, thjesht është pritet momenti për ta çuar zyrtarisht. Shite, edhe versioni 13 ishte me kompetenca ekzekutive. Gjykata kushtetuese në 7 kapituj, 22 nene e zhveshin nga kompetencat ekzekutive dhe bëri një OJC të zakonshme, siç e kemi ne 23 komuna në një OJC tjetër atje që është stacioni komunal. Zoti Brisha, kam të një pyetje të fundit, meqense është dekretuar data për zgjedhjet vendore, do të mbahen në 12 tetor. Në këtë situatë politike, Albin Kurti vetëvendosja doli forcë e parë, por me 48 mandate të pamjaftueshme për qeverinë e re. Si do të ndahet çështja e zgjedhjeve në nivel vendor, në nivel lokal? Pra, si është perceptimi i elektoratit në këtë moment në vlerësimin tuaj? Shife, ju e dini se në zgjedhjet... Pra, shohin më përgjegjës Albin Kurtin për këtë krizë politike, apo shohin liderët e opozitës? Është hapur se është përgjegjës. Këtë gjë është propaganda, qyre. Unë e kam theksuar edhe në parlamentin tonë. Ka një qendër informative që ka ndërtuar ta dikun një investim për 26 milionëve. Dhe mbulojnë me propagandë, komplet se propaganda është mekanizmi i regjimeve totalitare, autokratike. Dhe mbajnë me propagandë, me opium popullin, ashtu siç që kanë marrë këtu 50 vjet. Por problemi është se qytetarit tani po arrin me i lexu këto gjëra. Sepse është matematike thjeshtë në parlament. I ke votat zgjidhe. Jo, po unë e kam propozu, kërkush po jam anë drejtën e propozimit, sepse aje ka të drejtë, me kushtetut, është parti e parë. Dhe në momentin që të i kalon e këtë krizë, fillojnë afatet për qeveri. Pastaj, mas 15 dite, nuk ka rrim me kalun, qepet shansë e dytë dhe me kalon e partin tjetër. E qartë. Dhe nisur nga kjo situatë, si parashikoni ju hartën sa i përket zgjedhjeve vendore? Si do të ndahet? Të zgjedhjet e fundit ishin një test, se kur të jeptoj një rënje 10%. Dhe ky këtë 10% po kalkulon duke i llogaritur deputetet e listës Guxo dhe alternative që i kanë koalicion. Janë dikun 7-8 deputet që janë partive tjera brenda vetëvendosjes. Ç'do të thotë? Realisht vetëvendosja nuk i ka as 42%, por i ka dikun te 33-4%, mos ta mbase deri në 36%. Nuk, jo tamam 33%, nuk ka më shumë. Ç'do të thotë? Po të përballet edhe një herë me zgjedhje, siç po pretendon. Do të apsejë një 10% tjetër dhe votat reale të Albin Kurti në Kosovë nuk kalojnë 24-26%. Kjo është mos e vërtetë. Prandaj edhe zgjedhjet lokale, si quajmë ne apo vendore, do ta kenë të njëjtin pasi fitoi atë fituar plebiscitare me 51%, në zgjedhjet lokale si mori as 2 komuna, bashkive ju themi ne. 2-3 bashki s'mori më. Kështu që tani do të jetë një ndëshkim qytetar, sepse imagjinoni në çfarë gjendje lere këto krizën institucionale, së shteti e autopilot të këne, hesë shteti, patës patë deputetë dhe ministra. E qartë autopilot. Mirë, një nga tezat që është hedhur është të zhvillohen edhe zgjedhje të përgjithshme, të jashtëzakonshme në të njëjtën kohë me ato vendore. A mund të shkohet drejt këtij skenari? Nuk do duhet të lejon të as KSZ-ja, sepse të lejon ligji, s'ka mundësi të përballet me votimin dhe numërimin e 2, po jo patë. Një palë zgjedhje standarde ku mbeten me lere moti kem dhe bam hërë krejt para botës. Por problemi është se nuk lejojnë as ligji, as KSZ-s nuk ta lejojnë dhe është e mund të zhbëhen. Të unë nuk presë të shkohet në zgjedhje, edhe pse vetëm zgjedhje janë zgjedhje. Sistemi zgjedhor i fundit ka qenë i komprometuar, numërimi ka qenë i korruptuar dhe këto zgjedhje merr në raportin e Komisionit Bashkimit Evropian. Këtu të ne e kalun herë se ishte kjo saga e vazhdimeve. Për ndryshe, i tërë raporti është pasqyre herë për zgjedhjet e fundit. Kështu që unë nuk e shoh të mundshme partitë opozitare, një kushtimisht, partitë tjera përveç LVV-s nuk do ta pranonin, nuk do ta lejojnë, edhe pse partitë do të jenë gjithmonë të gatshme të përballen me zgjedhje.
Zoti Berisha, kënaqësi t'u kisha në këtë komunikim. Faleminderit edhe ju për interesim dhe mundësi. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, pas pak me të tjera zhvillime.